përshëndes, mirë se vini në Epiqendër, do të flasim sot për agresivitetin, apo normalizohet dhe çfarë po ndodh në fakt me edukimin e dialogut, çfarë po ndodh me ne, si është e mundur që një përplasje e çastit të degradojë deri në përdorimin e armëve të ftohta, pse po humbasim aftësinë për të menaxhuar zemërimin dhe apo jetojmë në një shoqëri ku agresiviteti po normalizohet dita ditës. Sot nuk do të flasim për individ, do të flasim për fenomenin, për mungesën e kontrollit emocional, për modelin që ndoshta pa e kuptuar, po a transmetojmë edhe brezave të rinj, sepse dhuna nuk lind në një sekond, por pyetja që duhet t'i bëjmë vetes sot është e thjeshtë, por thelbësore. A jemi duke humbur aftësinë për të bashkëjetuar me njëri tjetrin? Për këtë çështje kam kënaqësinë të kem në studio psikologen Eksena Qerici. Faleminderit, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Me mua në studio është avokatja Dea Toçi. Faleminderit avokate. Faleminderit. Eksen, dua ta nis me ty. Është normalizuar duket agresiviteti dhe duket sikur nuk jemi as pak tolerant dhe për fjalën më të vogël kalojmë në fyerje dhe deri tek vrasja. Është e vërtet, Sonila, dhe më lejo ta nis me faktin nga cilësia e misionit tuaj. Shpesh kur si profesionist na duhet të diskutojmë mbi këtë çështje, bazuar në faktin që është rritur gjuha e urrëties, e rëndësishme është që nëse bëjmë diskutime të kësaj natyre, të flasim me elemente, me përkufizime, me fjali, të cilat nuk e përforcojnë pikërisht këtë lloj imazhi. Ne përgjithsisht konsiderohemi si kulturë agresive, si njerëz agresiv, ndërkohë që shkencërisht nuk thuhet diku që një popull apo një kulturë lind agresive. Sigurisht, çështja e kontrollit të emocioneve tek ne ka qenë një formë tjetër. Presioni i fortë i moralit që kemi patur ndër vite, pra ato të cilat ne shpesh na karakterizojnë, morali ndaj familjes, morali ndaj figurës femërore, morali edhe si individ, pra për të mbrojtur vetveten, të gjitha këto nuk kanë qenë të diskutuara dhe të folura në mënyrë të hapur. Kanë qenë të shtypura dhe të pashprehura në ato lloj mënyre që të marrin zgjidhje. Dhe kjo është vështirësia sot, që jo vetëm që po humbet si aftësi, por ajo çfarë më shqetëson mua është a e kemi patur të zhvilluar shprehjen e emocioneve. Sepse që të arrim në këtë lloj niveli kaq agresiv, sa një fjali e momentit, që nuk është thjesht një fjali, pra aty ka një histori të tërë. Pra, nëse njeri i duhet të mbrojë figurën e tij mbasi dikush e shan dhe e ofendon, pra me fjalë ekstreme. Do të thotë që ka qenë në kulturën tonë kaq e fortë mbrojtja ndaj ofendimit, pra dhe ne kemi si kulturë që çdo fjali përpiqemi të përgjigjemi me agresivitet, duke rritur tonin e agresivitetit, për të thënë që unë e vura deri në fund nderin tim dhe e mbrojta figurën time. Dhe në asnjë moment ne nuk e shohim qetësinë apo mos përgjigjen si një mënyrë për të kontrolluar emocionin, por e lexojmë si dobësi. Pra keq interpretimet që ne i kemi bërë ndër vite emocioneve, të cilat tregojnë një lloj qetësie, tregojnë një lloj kontrolli dhe nuk na çojnë në këto lloj nivele, sigurisht ne i kemi keq interpretuar. Gjë të cilën ti në vendet europiane, po dhe në vendet nordike, ishe të aplikuara që janë të trashëguara brez pas brezi. Për më tepër, nëse bëjmë analiza për pjesën e Ballkanit, sepse nuk do të thosha që jemi ne shqiptarët e tillë, por janë njerëz të vendosur në një kulturë të cilën historikisht kanë qenë në situata lufte, në situata pasigurie, në situata kur ti duhet të tregohesh i fortë, sepse ndryshe nuk mbijeton. Dhe përgjithsisht këto karakteristika agresive që ne shfaqim, mungesën e komunikimit, tendencën për të treguar forcën, tendencën për të treguar armën, ndodh kryesisht në popull ose në vende të cilat janë detyruar për shkak të situatës lufte fizikisht që na ka ndodhur, por edhe psikologjikisht. Pra tani vërtet nuk kemi luftë, por në mendjen, po ta shohësh në mendjen e çdo individi,
sistemi i emergjencës së tij është kaq aktiv sa çdo kush mund të shpërthejë në një moment, nëse plotësohen 2-3 elemente, mund të shpërthejë në agresivitet edhe në situata ekstreme. Ne nuk jemi njerëz impulsiv, por bëhemi të tillë sepse në çdo lloj marrëdhënie shoqërore ne duhet ta mbrojmë veten dhe kjo përthehet në një stres kronik. Pra ne jemi njerëz jo impulsiv, por jemi njerëz që jemi vazhdimisht në një stres kronik, që do të thotë që nga familja dhe deri në hallkën e fundit që e përmbyll qoftë marrëdhënie me të tjerët, qoftë marrëdhënie me punën, qoftë marrëdhënie me shëndetësinë, qoftë marrëdhënie me këdo, tek ne është e infektuar pikërisht nga kjo vështirësi emocionale sa çdo kush sot mund të bëhet një arsye për të bërë një vepër ekstreme.